Përshëndetje të gjithëve. Së bashku me presidentin e Kroacisë dhe presidentin e Slovenisë, organizuam samitin e procesit të Bërë të Briunit në Shqipëri. Ky samit përfaqëson një platformë të rëndësishme rajonale për shkëmbimin e ideve dhe vizioneve mbi të ardhmen e rajonit tonë. Bashkë me liderët e tjerë të rajonit, diskutuam sfidat aktuale gjeopolitike si dhe rritjen e bashkëpunimit rajonal. Shqipëria mbështet dialogun rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë mirë si element thelbësor për ruajtjen e paqes, zhvillimin ekonomik dhe integrimin rajonal. Në samitin e sotëm, theksuam se Ballkani Perëndimor ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në drejtim të bashkëpunimit rajonal, sigurisë dhe forcimit të marrëdhënieve ekonomike. Megjithatë, rajoni ynë përballet me sfidat të sigurisë, të cilat kërkojnë rritje të bashkëpunimit dhe koordinim më të ngushtë mes nesh. Plani i rritjes i Bashkimit Evropian për vendet e rajonit tonë përbën një mundësi të çmuar për zhvillimin ekonomik, pasi krijon akses në instrumenta financiare të Bashkimit Evropian, lehtësira tregtare dhe programe të përbashkëta për zhvillim. Gjithashtu diskutuam për rrugët e bashkëpunimit rajonal me qëllim krijimin e kushteve që të rinjt të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendin tonë, në vendet e tyre. Në këtë kuadër vlerësojmë veçanërisht takimin e drejtorëve të agjencive kombëtare të punësimit, si një nizm që do të vazhdojë edhe në të ardhmen, për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional në nivel rajonal. Shqipëria ka bërë përparim të ndjeshëm dhe të qëndrueshëm në udhëtimin e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Brenda një kohe të shkurtër, kemi hapur 5 nga 6 grup kapituj negociues, që ka përbërë një njohje konkrete të përpjekjeve tona për reforma, nga forcimi i institucioneve demokratike dhe pavarësia e gjyqësorit, te modernizimi i administratës publike, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe harmonizimi i politikave ekonomike me standardet e Bashkimit Evropian. Aspirata e Shqipërisë për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një objektiv politik, por një mision kombëtar. Integrimi në BE gëzon mbështetjen e gjerë të shoqërisë shqiptare, pasi pasqyron vlerat themelore të demokracisë, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Këto vlera përbëjnë themelin të së ardhmes europiane që Shqipëria po ndërton me vendosmëri. Shqipëria synon të përfundojë negociata teknike deri në vitin 2027 dhe të bëhet anëtare plot e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Në përmbyllje, dua të shpreh mirënjohjen time për gjithë pjesëmarrësit e sotshëm të takimit dhe në mënyrë të veçantë falenderoj presidentin e Kroacisë dhe presidentin e Slovenisë për gjithçka dhe për angazhimin e tyre konstruktiv dhe shumë të rëndësishëm në rrugtimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit.